Erion Alibej, i penduari i drejtësisë në procesin e njohur si Plumbiart, ka rrëfyer detajet nga krimet që janë kryer, lidhjet kriminale, por edhe porositë e vrasjeve. Alibej ka treguar mbi përpjekjet që ka bërë për të rënë në gjurmët e dyshuarve për vrasjen e vëllait të tij, Endrit Alibej, Xhaxhai dhe një mik i tyre turk. Ai tregoi se si është lidhur me vëllain e Nureddin Dumanit, dashnorin, që sipas tij ky i fundit ishte njeriu më i afërt i ekzekutorëve të familjes së tij. Ai madje tregoi edhe një bisedë e cila bëhej për ekzekutimin e tij gjatë bisedave në Sky CC. Pas vrasjes së vëllezërve Axhia, Nureddini erdhi në shtëpinë time dhe në ato kohë ka qenë kohë Covidi. Doja të lidhja një kontakt me vëllain e Nureddinit, dashnor Dumanin, që ishte njeriu më i afërt i ekzekutorëve të familjes sime. Dashnori jetonte në Gjermani në ato kohë dhe i çova një telefon Sky nëpërmjet një të njohurit tim. Me anë të Elio Bitrit lidhnim kontakt me Mikael Qosen dhe ishte i pranishëm tek çdo bisedë. Mikael Qose i thot një moment Nureddin Dumanit: "Ke 2 milionë euro për të vrarë krymin." Pseudonimi i Erion Alibejt. Dumani i tha Mikael Qoses që të vrasë Erion Alibejin duhet m'ia apështalo çelën, por edhe ata ishin në dieni që Dumani kishte filluar të bashkëpunonte me mua për vrasje, pasi informator kishim Elio Bitrin. Duhet të sqaroj që Elio Bitri ka luajtur me të gjithë, ka dërguar informacion tek çapjat, tek çelat, luante me të gjithë për interesa, thaj.